Maturantët e Kosovës mund të aplikojnë në platformën e-Kosova deri nesër me 12 qershor për të marrë pjesë në testin e maturës, i cili do të mbahet me 21 qershor, ndërkohë që ka mbetur pak kohë deri te testi, nxënësit po përgatiten dhe po kompletojnë dokumentet e nevojshëm për studimet e mëtejshme. Procedura aplikimit për disa nxënës ka kaluar mirë, por kishte edhe nga ata që hasën në vështirësi gjatë aplikimit online, na thanë vetë maturantët. Unë kom apliku, nuk o kam procedurë shumë e vështirë, aplikimi ka qenë deri me datën 10 qershor, tash ka përfundu, aprovimin e aplikimit e kena pas deri me 11 qershor, po për faktin që shumica nuk kanë mujt me apliku me ko, është shty deri me 12 qershor, tash testin e kena me 21 qershor, edhe ju uroj krejtve suksese, edhe mos keni stres se është diçka që te kalohet. Për mu, fatmirësisht nuk o ka e vështirë, se jom ka ndjeni paka shumë, po ka shumë nxënësa që ka pas shumë vështirësi për ta, edhe do me thonë, gjithmonë ton kohën kanë lyp, do me thonë, ndjeni prej dikuj, qysh me shku, tek me shku, amo ja kanë arrit. Për testin e maturës e kom bo aplikimin, do me thonë gjithçka u konë në rregull, na kanë ndihmuar edhe profat. Aplikimi është aprovu, deri me datën 10 o konë, do me thonë e caktume për më mbyll, po e kanë shty edhe pak për shkak se ka pas numër të madh të nxënësave që kanë bërë aplikimin. Kanë vazhdu, do me thonë, edhe përgatitjet. Jemi të mojë, do me thonë, në shtesë me profesorët e landëve, që me të vërtetin kanë ndihmuar shumë. Rezultatet e provimit të maturës shtetërore në Kosovë do të publikohen me 30 qershor.